أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أخرجنا من الظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وسهل أخلاقنا بالحلم وجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنا وبعد يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ويقول عائشة رضي الله تعالى عنها فيما ترويه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما رأيته في شهر أكثر منه صياما في شعبان صدق رسول الله فيما قال وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Siç është e njohur, ne jemi do të thonë në 3 muajt e mëdhej dhe ngadalë do të thonë në paralajmërojnë ardhen e muajit të madh të Ramazanit. Dhe siç ka qenë në traditë e pejgamberit alayhis salam dhe shumë selefëve do të thotë, të cilët banin para përgatitje dhe angazhoheshin do të thotë për të ndryshuar stilin e jetës. Nga dalë për të përshtatën vetëm në tyre për muajin e madh të Ramazanit dhe ajo lutja e pejgamberit alayhis salatu wassalam që është transmetuar se o Zot na jap bereqet në Rexhep e Shaban edhe na i mundson të arrijm muajin e Ramazanit për faktin se është një fitim shumë i madh me arritën edhe një muaj të Ramazanit. Do të thotë edhe një vitësisht është ai transmetimi në të cilën Rasulullah alayhis salam në përpjekje për të zbërthyen se çfarë dobije ka me qenë i gjallë edhe në një Ramazan, ka treguar, ka thonë kanë qenë ndi vëllezër, të cilët po ashtu të angazhuar dhe të devotshëm, e njëri prej tyre bie dëshmor në një betejë dhe luftë, dhe tjetri vazhdon të jeton edhe disa vite që do të thotë ka agjëruar mas atij dëshmorit, dhe kur ringjallën thot të dera e xhenetit banin konkurrencë thot dhe hiri më herët në xhenet ki që jetoi edhe pak vite mas dëshmorit. Kështu ishte ato e vetën ja Rasulullah, po si janë shumë mundur, e di se dëshmorët kur të ringjallën pa llogari shkojnë drejt në xhenet, pa llogari. Por ato këtë të mohabete ne që i bojmë për dëshmorët nuk vlen. Ato veç ringjallën dhe drejtë në xhenet. Nëse i ka pranuar Allah dëshmor, por atë po themi është fitoria e madhe. Kan thonë po si është e mundur? Ka thonë është e mundur se ki ka jetuar edhe disa vite mbrapa ti dhe ka bëhen Ramazan, agjerim. Dhe agjerimi e mbush thesarin, hambarin dhe kandarin e muslimanit e rëndon aq shumë sa që e kualifikon do të thotë që ban konkurrencë dëshmorëve. Për ata ka qenë doaja që na e bereqet në Rexhep e Shaban edhe na mundso të arrijm Ramazanin. Në ajetin kuranor që e lexova Allah subhanahu wa taala me një ajet thotë muajt tek Allah subhanahu wa taala janë 12 muaj. Në librin e Zotit dhe i caktoi nga dita kur i krijoi qiellin dhe tokat dhe prej tyre 4 janë hurum. Këtu jam të dashur me dalën të 4 muaj që i kanë numëruar Dhulqa'da, Dhulhijja, domethënë Rexhepi dhe Shabani. Janë muaj në të cilat ka qenë ndaluar lufta dhe gjakderdhja. Po menoj edhe është ndaluar, duhet të respektohen këta muajt e mëdhej. Në ajet kuranor. Për këtij ajeti dhe hadithe të tjera është marrën vlera e muajve të mëdhej, që janë të njohur domethënë të ne në traditën islame popullore kombëtare. Dhalike dinul qayyim, dhe kjo është feja e drejtë dhe e vlerëshme, fala tadhlimu fihin anfusakum, dhe hapni si të bani kujdes, mos i bani të padrejt vetes tuaj në këta muaj të mëdhej. Çfarë është ajeti, kuptimi është, domethënë mos bani dëni gjuna e mëkat. Edhe në kuadër të këtij ajeti dhe kësaj informacioni në traditën tonë ka qenë që njerëzit për të përgatitur për pritjen e muajit të madh, kadal fillonin i linin haramet. Edhe te ne ka qenë pak e njohur për shembull disa nga vëllezër që i kishte sprovuar Zoti pinin alkool ndonjëherë. Ka qenë e njohur në traditën tonë për hatër të këtyre muajve të mëdhej
nuk pinin, përgatiteshin. Do të thotë këto 3 muaj bashkë me Ramazanin, një pjesë e madhe e atyre e linin domethënë alkoolin e rakian, kishin dëgjuar këtë informacion se haramet në këta muaj janë të difisht. Gjunohi në këta muaj është shumë i madh. Dhe kundërta e kësaj do të thotë është se këta muaj, nëse bani ndonjë vepër angazhim me adhurim, me ibadet të përkushtim, e ka sevapin më të rëndësishëm dhe më me vlerë. Hazreti Aisha radhiyallahu ta'ala anha transmeton një hadith, thot pejgamberin alayhi salatu wassalam, asnjëherë në jetë nuk e kam parë të agjeron një muaj të tërë përveç Ramazanit. Ka thonë pastaj dhe mas shumti që e kam parë se agjeronte ishte në muajin Shaaban. Do të thonë për këtë hadithi është morën praktika e pejgamberit alayhi salatu wassalam, kjo që po themi se në këta muaj njerëzit duhet të angazhohen dhe të bëjnë përpjekje të shtojnë adhurimin dhe ibadetin dhe punët e mira e të hajrit sa të mundeni dhe të largoheni prej çdo gjunohi e harami, e lëshimi, nuk e di sa është domethënë e mundur sicilli me mundësitë e veta. Pejgamberi alayhis salam pra ka pasën prej suneteve në muajin Shaaban agjeronte shumë. Domethënë në prag të Ramazanit. Në traditën tonë, këtu nuk e di tash, nuk kam dëgjuar, themi të gjeneratat e vjetra, të ne përpara plezë dhe plaka të cilët ishin më të lirë, më pa punë, më pa angazhim, ka qenë një orë agjeronin 3 muaj të mëdhej. Do të thonë si janë nisin pin Rexhep, Shaban edhe Ramazan. Kishte domethënë njerëz, nuk ka që janë prej suneteve, aty kemi të kujdesshëm tash. Domethënë pejgamberi alayhis salam një gjë të tillë se ka bën. Ja na nuk mund me dal tash i themi popullatës për shkak angazhohuni edhe agjeroni 3 muaj, lodheni, pastaj nuk mund të ballafaqoheni me Ramazanin. Mirë po, domethënë vepër personale si angazhim privat mund të jetë. Domethënë e zgjedh dikush të ne ka qenën në traditën tonë se plesha dhe plakat agjeronin një pjesë e tjere, do të thonë 3 muaj pa ndërpre dhe pjesa tjetër e popullatës agjeronin të hanën edhe tejtën. Vazhdimisht për ta paralajmëruar, do të thotë ardhjen e muajit të madh. Edhe në transmetimin e një sahabiu el-Bahili, i cili ka qenë larg Medinës, pak a shumë edhe një vetë ka ardhur ka takuar pejgamberin alayhis salatu wassalam, kanë bërë disa muhabete informacione edhe shkon. Kur vjen mas një viti, e përshëndet pejgamberin alayhis salam dhe ai mendon se do ta njohë pejgamberin. Pejgamberi alayhis salam se ka njoft. Thot, "Çebe unë që isha el-Bahili para një viti, kështu kur u taku me bisedum." Thot rregull, thot, "Çka ka ndodhur me tije?" Ai kish pas agjeruar. Tan kohën, pikë kur ataku me pejgamberin ka shkuar edhe ish pa ndërprej aty. Ka një bisedë në sunet në Islam, domethënë i thonë se somo dëhr me agjeruan tan jetën hiç pa ndërprej. Këtë u kam thonë unë kam taku njerëz në botën islame që agjerojnë tan jetën. Somo dëhr ka biseda, pastaj ja banda, sunat, që tërë tema shumë ka njerëz. Edhe ki pjatine. Thot, çka kanë bën, aty s'po të njoh, thot kam agjeruan tan kohën. Pastaj pejgamberi alayhis salam i thot, "Jo. Nuk është e pëlqyer, nuk është e lavdruar, do të thotë kështu e mundon vetveten. Bje do psohesh, ju kilogramat, mund të hupësh kalorien, fuqinë, energjinë, kje familje, duhet me punuar, me angazhua, me mësua, këtë di unë, nuk është e lavdruar." Ka thonë në fjalorin tonë, do më thonë tanë tejte, ose 2-3 ditët e bardha të muajit, 13, 14, 15, jo, ai ka thonë pak më tepër, e di se mundem, kam aftësi, kam kapacitet, e kam testuar, kam provuar edhe kam dëshirë ta adhuroj Zotin me Ramazan, se Ramazani është diçka i veçantë. Aty nisën te ai hadithi e gjë pejgamberi alayhis salam ku ka thonë prej Allah subhanahu wa taala, krejt ibadetet i takojnë njeriut. Vetëm Ramazani është i imi. Edhe këtu pastaj janë kapën besimtarët e devotshëm se me Ramazan arrin shumë sevap. Edhe mesazhi i kësaj që po them është se këto 3 muaj të mëdhej është mirë domethënë të hanë tente dhe kush varësisht që është i lirë me provuan domethënë ka pak mu stërvit, mu përgatitën për pritjen e muajit. Edhe pejgamberi alayhis salam në hadithe më në fund i ka thonë këto muajt e mëdhej
E muajin Shaban, sidomos në Shaban është domethënë me hadith i lavdruar agjerimi. Domethënë hadithi i Aishës që pejgamberi alayhis salam nuk ka agjeruar në asnjë muaj më shumë se në Shaban. Dhe hadithi i Bahili, të cilët pejgamberi alayhis salam ka thonë pakoje dhe bëhu pak më ekonomik në Ramazan, se kështu lodhesh, ka thonë preshtimtin e muajve të mëdhoj. Edhe një hadith prej Zeidit, ku Resulullah alayhis salam në praktikën e tij ki tregon thotë lem araka tasumu mithla fi Sha'ban, në një bisedë me pejgamberin alayhis salam ka thonë ja Resulullah, nuk të kam pa asnjëherë të agjerojsh aq shumë sikur në muajin Sha'ban. Do thonë në muajin Sha'ban është e veçantë. Këto biseda e gojdhëna e do praktika që i gjonin për popullat, këto shumica e këtyre nuk kanë bazë në hadith të pejgamberit në praktik. Këto janë shumë më rëndësishme ndëgjuar. Se i kanë shpikën popullat, për shembull do jo namazi regaib, i ndëgjoni andej këndej, një namaz që e falin në fillim të muajit Rexhep mes akşamit e yatsies, nuk ka bazë, kurkun hiç. Ashtë domethënë me transmetime krejtësisht të dobta. Për kësaj bisede e kam fjalën në muajt e mëdhej, nuk ka dëni sunnet të vërtet të pejgamberit alayhis salatu wassalam për të bëhen diçka të pazakont, që i takon muajit Rexhep ekskluziv, s'ka. Diçka që i takon muajit Rexhep nuk ka. Çeto janë që i numrova me hadithe të vërteta. Jo filan nota, jo gjimsa e ati, fillimi i këtij, këto duhet me i pan mirë me referenca se nuk janë të vërtetuara me hadithe dhe praktika të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë mbetemi te ajeti kuranor. Këto muaj janë muaj hurum. Dhe Allahu ka thonë mos i bani zollum vetvetes, domethënë. Dhe prej këtij ajeti a kuptuan se në këta muaj është mirë të shtohen ibadetet e njohura që janë. Nuk ka dhe një ibadet të veçantë që i takon muajit Rexhep. As nuk ka dhe një ibadet të veçantë që i takon muajit Shaban. Kremtime, festime, nuk e di, punë popullate e kam fjalën. Ne kemi për detyrë ta ndjekim Kur'anin e Kerimin dhe sunetin e pastër të pejgamberit alayhis salam. Dhe kjo është garanca që në këtë din të mos shtojmë me kalimin e kohës, gjenerata breze, katëronat e botës, që jenë një praktik, njëri një praktik, tjetri një praktik edhe dikur, imponohet dhe praktikohet sikur të ishte suneti pejgamberit alayhis salatu wassalam. Nuk ka kur gjë do të thotë të veçantë dhe ekskluzive të këtyre muajve. Vetëm ajo që kërkohet që të pastroheni e të ruheni prej haramave, prej gjunahave, prej mëkateve dhe të shtoni namazin, dhikrin, istikfarin, taubën, sadakajën, me atë niyet që jemi në muaj të mëdhej, e kanë shpërblimin më të mirë dhe përgatitemi për ardhjen e muajit të madh të Ramazanit, që të futemi më të përgatitur, më të ngritur, më të pastërt. Tash për shembull nesër Ramazan, ti ala merresh me punë domethënë të ndita. Tash e dini në perëndim ka si të them mëkate që janë pike përbashkët. Zinaja është njëjtë në Saudi, është në Gjermani. Alkooli është haram, si në Medinë, si në Bremen. Ama ka do harame që dallojnë, ne duhet i luftojmë më tepër. Automatin duhet me elon. Kumarën. Për shembull, në Saudi skijet tash, di kushtimisht. Është mirë me elon automatin ka dalë. Gibetin, rrenën, zinoja, namazit duhet migra. Ne dini se popullata e jonë, gjenerata e re, me namaz nuk janë kurkun hiç. Gjenerata e re e kam fjalën sipas librit të Zotit dhe praktikës së sunetit të Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, në hadith kur ka thonën mësoni fëmijët me fal namazin prej 7 vjet. Çka mendon, a ka këtu njëri që i mëson fëmijët mu fal prej 7 vjet? Po të fëmijët e to 7 vjet Allah sunet janë të bombë, di? Tash me sunet për shembull sunet bën 7 ditë, okay.
në 7 vjet duhet me morrën fëmijën, me mësuan namazin, nona dhe baba. Kur t'i boje 10, ka thonë pak duhet me ashtrënguan hesapin. Me morë në përgjithësi, në 10 vjet, A di që të më thonë, shërgu duhet me I hik namazi një fëmijë 10 vjeçar, si pas udhëzimit të pejgamberit a.s. duhet me morë në pyetje baba dhe nana. Kur t'i bëjë 10 vjet me thonë, po ti t'hiki me akshumi? Duhet me diskutu me botë madhe. Me morë vajzë me thonë, po ti sa bajnë se falebe? 10 vjet. Shtone adhurimin dhe madhërimin dhe lavdrimin e Allahut në këta muaj, edhe ruani prej haramave. Te namazi e kam fjallën, namazin me lon, shumë herë kemi thonë, është ma haram prej kejt haramave që I di një njeri. Qëto harama që I numroni, zinoja, rakia, automati, një namaz me lon, është ma haram se kejt këto qerat, që të kuptojmë, shkejmi të thonë. Se do ati e kanë morën, si të theme me paragjikime, pa informacione, këni një janë e ato do zemrën e kam të mirë, do më abit e kote, di? Ose për shembull, okej, që mujtë mëdhoj I kam lonë ata, rakia, zinoja, rrena, tradhtia, mashtrimi, zullumbi, I kam lonë. Ama të edhe namazin e ki lonë me to krejt. Në këta muaj, duhet të përmisohet pasqyra, imazhi I besimtarit, e të jeti pranishëm në namaze, në xhami, me xhamat, e në shtëpi me Kur'an, e të një sadaka në praktinë të muajve, dhe një fugaraje, ku e di unë e fëmije, jetima e skamnore në këtë dimëre, ka çka mos nevojtar në botë, me zgjat dorën e ndihmës e të solidaritetit e vllazërisë, për të treguar devotshmërinë, dashurien, zemrën, dritën e besimit që e ke, me aktivizuan energjien pozitive të një besimtari, që po themi një vit na ka morën do në tëtë mas interesave, dunjoja, nevoja, familja, ndërtimi, ku e di unë shkollime, okej. Ama këta 3 muaj duhet t'i japim prioritet punëve të hajrit dhe punëve të mira, edhe dhikri, 100 herë kemi thonë, nuk ju kushton. A di nëse që kemi nga ata që s'din me lexu Kur'an, na imi të thonë vazhdimisht, duhet me lexuar Kur'an. Ama na dim që I flasim një populli që s'din me lexu Kur'an, tash aty kemi rënë hall. Apo janë mujtë e mëdhoj, merre librin e Zotit, në shtëpi le telefonin e televizorin, merr lexo Kur'an. Për një shkronjë I ke 10 sevape, sipas hadithit të pejgamberit alayhis salam. Ka thonë kush e lexon Bismillahirrahmanirrahim, Elif Lam Mim, kjo një ajet, Elif Lam Mim. Ka thonë I ka 30 sevape, Elifi, Mimi edhe Lami. 3 shkronja, 3 sevape. Merrni lexoni Kur'an, po s'dim. Apo bani dhikr. Dhikri është ibadet shumë I mirë, I çmuar, I dashur te Zoti I lavdruar, edhe nuk don kur gjon ulës te shtëpia, te spit në dorë, edhe la ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammed Rasulullah. Estagfirullah. Estagfirullah el-azim wa atubu ilej. Subhanallah. Elhamdulillah. Allahu akbar. La hawla wa la quwwata illa billah. La ilaha illallah wahdahu la sharika la. Lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli shay'in qadir. La ilaha illallah. El-malikul haqqul mubin. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah el-azim. E mbush kandarin e. A di sikur pejgamberi alayhis salam ka thonë, di fjalë janë shumë të lehta për gjuhën, shumë të rënda janë kandarët e Zotit. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi l'azim. Që s'din me lexu Kur'an, apo? Merr me ban dhikr, kjo nuk don kur gjon. Bani tobe. Tobja është shumë me dashur, dera e pendimit është e hapur. Ne jemi mëkatar si kejt bota, ne jemi mëkatar si kejt ummeti. Allah në Kur'an e pejgamberin e paradise ka treguar njerëzit gabojnë, nuk ka njeri pa gabime,
në përjashtim të pejgamberëve të Zotit. Për qert mos diskutoni. Nuk ka nevojë dikush dikan me përgju, me përcjell, ta zot dikun me gabime. Këtë kemi gabime. Mos u merrni me atë temë. Më i miri prej atyre që gabojnë janë ata që pendohen te Zoti. Dera e pendimit, elhamdulillah, është e hapur, duhet me menduan këtë mirësi. Po shka kishtë qenë puna, Zoti mi pas shtruan që do detira, edhe me thonë, shikoni, mbani përgjegjësi 100%, dera e pendimit a mbyll, që e keni librin edhe pejgamberin. E bane shpërblehesh, e gabove dënohesh, s'ka kush ta fal. Atëherë çka kishmi bën? Mirë, po dera e pendimit është e hapur. Edhe shfrytëzon rastin, pendohuni te Zoti. Nuk ju kushton kur gjo me kërkuan falje tek madhëria e Zotit tënd, me i thonën, o Allah, më fal. Për këtë kaluarën, për këtë atë dhe shka din mëkate dhe gjinohë. Kërkoj falje, kam qenë gabim e pranoj, se kam dit, kam qenë i ri, llogariti kam pas gabim, kam pas paramendime, mendime, nuk e di, kërkoj falje. Dhe kërkoj të më mbështetësh të drejtohem në rrugën e vërtet, dhe të më mbështetësh që të mos gaboj nga e ardhmja. Pendimi është opcion. Është një dhuratë e Allahu subhanahu wa taala për njerëzimin. Dhe çeleni Kur'anin e shifni, Allahu është falës. Jo vetëm kaq, Zoti e don faljen. A di atë hadithin e ajete inneke afuun tuhibbul afwa. Ti je falës, o Zot, dhe ti e don faljen. Dhe Allahu gëzohet nga pendimi një mëkatari. Ka thonë me një hadith pejgamberi, ka thonë sikur nona kur e humb fëmijën dikun, edhe me gjetë mas një kohë, çfarë gëzimi ka, nuk përshkruhet. Ka thonë Allahu gëzohet edhe më tepër se sa nona kur e gjon e vladin nga një mëkatar besimtar i cili pendohet dhe kërkon falje prej Allahu subhanahu wa taala. Ka një tjetër hadith pejgamberi alayhis salam ka thonë Allahu e don dhe e pëlqen që ju ti luteni atij, se lutja, istikfari, taubja janë truri i ibadetit. Ibadeti me një fjalë ka, ti përgjigjesh dhe ti nënshtrohesh pushtetit të Allahut subhanahu wa taala. Kjo arrihet nëpërmes lutjes. Nëse e lut Zotin, do të thotë ti i je nënshtruar, e din se kush i fal mëkatet. Ti e pranon se kujt i ke bën të padrejt. Për ta, Resulullah sallallahu alaihi wasallam ka thonë, lutja është truri i adhurimit, dhe po i numëroj sendet të cilat nuk ju kushtojnë. Se thash në fillim Kur'an, është shumë e lavdruar me lexu, po që nuk dim. Me dhon një sadaka në këtë muaj, në këta muaj, është shumë e lavdruar. Në përgjithësi dhe në veçanti. Dhe tash është dimri, po them, është e dini kohrat e vështira, është gjithmonë. Edhe Gjermania, që shtet industria është edhe i zhvilluar ku e di, me energjinë kanë probleme, dini. Për një familje në Gjermani, kostot janë të larta deri dilësh më pranverë. Për Gjermani, shtetin e bllokon, energjia e lodh buxhetin shtetëror. Çka amenja familjet tona, normal që i lodh dhe kanë shumë problem me dalë në pranverë. E tash e kam fjalën ti për hatër të muajve të mëdhej, edhe për hatër të ardhjes së Ramazanit, edhe për hatër të Allahu subhanahu wa taala që don të ndërmerrësh diçka, tregove solidar, ndihmoj dikujt, dëni familje, dëni gruaja, dëni smut, dëni plak, dëni ku ta di unë jetim, në dalin në pranverë. E kam fjalën. Me ndihmuar me diçka, me një 10 euro, me një 20, me një 100, ama se vapin e ke të madh. Ju e dini se te energjia kur po flas, tash me siguri ka ndonjë familje që s'ka nxemje, drun s'ka. Tash nuk po flas më nxemje me rrim. Sa i rrim ai nitë paqe ka Maqedonia po protestojnë. Janë çun kom, s'ka rrim. Lagje në krejt qytet që 3 javë nuk kanë rrim. Tash ato okay, defekt pa defekt. Ai kur dul muhabeti, keq shteti ishte kolaps. Ka energjia. Por Maqedonia tash po flas, tani është lajmëru Bullgaria, jo të japim, jo si japim këtë diçka. Ama kam fjalën, ti e ke këtë mundësi me ndërmorën diçka për hatër të muajve të mëdhej. Do më thonë përgatitesh
avancohesh, përmisohesh, ban tobe, istighfar, dhikr, lutje, sadaka, namaz. Dhe do më thonë ka dal, si të këtë bo Allah emër e mërim edhe muajin e Ramazanit, edhe atërë mo këtu do t'jemi, kemi përgatitje tonë, i shpalosmi informacione dhe plane, inshallah e kemi atë fat, do më thonë me arritën edhe atë muaj, inshallah Allah subhanahu wa taala është razi, edhe na i mundson, do më thotë, të përgatitemi dhe të presimi muajin e madh të Allah subhanahu wa taala ashtu siç i ka hije dhe siç kanë bërë gjithë muslimanët prej të gjeneratës e pejgamberit deri sot. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.